Jeta e kësaj dunjaja është kalimtare. Nuk ja vlen mu i dhnu me kërkan, as për një llaf goje nuk ja vlen. Pasha Allah nuk ja vlen. Se sot rahmetlika si intereson kur gjatë që ka ndodh, as me kunatat e veta, as me kunatat e vet, as me motrat e veta, as me vllazit e vet, me asnjë. Asoj sa tash intereson çato punë të mira që e ka bën. Çat Kur'an në cilën vazhdimisht ka lexu Kur'an. Çato faqe të Kur'anit që ka lexu. Edhe na kur vdesim këtë brengat tona, angazhimet tona, qëllimet tona, planet tona që kena pas, këtë to kena me i haru edhe kena me i lanë mas. S'kan me na interesu, bile kena me thonë, sa pishman jam që shumë ko i dhash dunjas e pak i dhash ahiretit, pak i dhash kësaj që sot e gëzoj edhe e shofto. Kjo non, Allah e mëshiroft të vdiq në Ramazan, si kurse dështi Allahu dhu gjelal mi alidh jetën e saj edhe vdekjen e saj me Kur'an. Ramazani mu i Kur'anit, edhe kjo e lidh për Kur'an vazhdimisht,